mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Plakja është një proces natyral, por mënyra se si ushqehemi mund të ndikojë drejt për drejt në mënyrën se si ndihemi dhe dukemi ndër vite. Në këtë video do të njohim 5 super ushqime që ndihmojnë në ngadalësimin e procesit të plakjes nga brenda. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Boronicat. Boronicat janë të pasura me antioksidant, veçanërisht me antocianina, të cilat ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, një nga shkaktarët kryesor të plakjes së qelizave. Ato përmirësojnë shëndetin e trurit, kujtesën dhe funksionin e sistemit kardiovaskular. Avokado. Avokadot janë një burim i shkëlqyer i yndyrnave të shëndetshme, si acidi oleik, i cili ndihmon në uljen e inflamacionit në trup. Janë gjithashtu të pasura me vitaminat E dhe C, dy antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë lëkurën nga dëmtimet dhe ruajnë elasticitetin e saj. Salmoni. I pasur me acide yndyrore omega 3, salmoni kontribon në shëndetin e zemrës, trurit dhe lëkurës. Omega 3 ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbajnë lëkurën të hidratuar dhe të lëmuar, duke reduktuar rrudhat dhe thatësinë. Spinaqi. Përmban shumë vitamina A, C dhe K, si dhe hekur dhe magnez. Antioksidantët që gjenden në spinaq ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës dhe qelizave të trupit nga dëmtimet oksidative që kontribojnë në plakje. Arrat bajamet lejthit. Të pasura me yndyrna të mira, proteina, fibra dhe vitamina, frutat e thata ndihmojnë në përmirësimin e elasticitetit të lëkurës dhe në ruajtjen e niveleve të energjisë. Konsumi i tyre është i lidhur me një gjatësi më të madhe dhe shëndet më të mirë të zemrës. Ushqyerja shëndetshme është qelësi për të ndjerë veten mirë dhe për të ruajtur freskinë e trupit dhe mendjes. Përfshirja këtyre ushqimeve në dietën tuaj të përditshme mund të bëjë një ndryshim të madh në shëndetin tuaj afatgjatë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.